Era të unë vetëm rrjedh kështu, vetëm vazhdon. Unë asnjëherë nuk kam qenë prej atyre këngëtarëve që kam bash gjithkohës, domethënë nuk është që çdo muaj kam nxjerr ka një këngë të re, unë eventualisht 1-2 këngë në vjet i kam nxjerr, edhe kështu që unë punoj avash, eci avash në karrierë. Me shumë pak fjalë, kjo i bie. Unë prodhoj pak më rrallë, ama kur prodhoj, sigurohem që ato të bën hite. E shka është jo që s'është sëmundje, kush do bje se trupi dhe. I njëjti rast ndodhi edhe me Mos më lini vet, për në zumë këngëtarja nga Maqedonia zbulon diçka mjaft interesante. Prandaj mos më lini vet. Palata ime, dashnia mbeti historike e fundit, paka shumë i ngjanë, mos më lini vet, kështu që unë jam ajo botë, domethënë, e ndjeshmërisë, sidomos te baladat, edhe kështu që gjithmonë do të ketë, tash mos më lini vet, ndoshta nuk do të jetë, sepse mos më lini vet vërtet la gjurmë dhe s'kam mbet më duket të ndoj zemër që s'ka depërtu. Sepse edhe mos më lini vet, domethënë fillim nuk ka qenë përqafume prej publikut. Çka mendon që ka ndikuar? Mas 20 vjetëve është ba mos më lini vet kështu për me këndu krejt. Çka mendon që ka ndikuar ndoshta evolimi i rrjeteve sociale? Po, unë e mendoj që i krejt është të rrjetet sociale. Për një kohë të shkurt e morën disa këngëtare këndun. Jo vetëm këngëtar, po edhe njerëz zakonshëm, edhe kishte edhe prej atyne prenkave që të ishin. Na ndodhi edhe kjo, kur ju ndodh ke diçka, na ndodhi edhe kjo dhe lidheshte me baladën time, kështu që edhe TikToku e boni vetën, Instagrami, Facebooku ma pak. Prandaj mos më lini vet. Ajo shprehet se i kanë munguar koncerte dhe organizimet e tilla ku mblidhen të gjithë dhe festojnë e gëzojnë për të arriturat e tyre. Kanë fillu, qysh nuk ka pas fare, tash ko pas kohë po ndodhin kështu gjëra të mira, koncerte, festivale ma pak normal, po koncerte recitale po organizohen edhe në Kosovë, Maqedoni ma pak, po që mirësh, të shku ka e mira jemi. Ekskluzivisht për Nzo Miranda ka zbuluar se 2025 do të jetë viti dueteve të saj, që ne mezi presim t'i shohim e dëgjojmë. Kryesisht do t'jenë me miqtë të mi shumë të mirë, edhe nuk po zbuloj ma shumë kush janë, çka janë, se pa diskutim. Edhe për emisionin ton, ajo i tha disa fjalë. Mua Albin më bëhet shefi që ti je baka që madhe prej asaj Albinës të vogël dhe uroj të vazhdosh kështu. Sepse edhe kështu që je, shkëlqimi është aty do me thanë, s'ka hup, kështu që të uroj shkëlqim edhe krejt mirat për emisionin tonë.